apo forcave të armatosura nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile janë shuar dhe mitiguar shumë nga rastet e emergjente që kanë qenë në Republikën e Shqipërisë. Aktualisht kemi një situatë zjarri në Dajt, janë mbi 120 forca që aktualisht po punojnë për shuarin e zjarrit, pa llogaritur këtu angazhimin që janë edhe nga pushteti vendor. Janë 2 helikopterët që aktualisht po zhvillojnë pjesën e shuarit së zjarreve edhe nga ajri. Besoj dhe jemi bindur që ky shpërblim shkon në vendin e duhur, shpërblim i merituar për njerëzit e punës, për ata që janë vit parë frontit që përballen me zjarret dhe që garantojnë që situata të jetë nën kontroll dhe menaxhuar dhe që e gjithë pjesa e biznesit, jetës së qytetarëve është sigurt për sa kohë këta njerëz janë vit parë frontit. Ky shpërblim është shpërblim i merituar. Qeveria i jep gjithë atyre të cilët përballen drejt për drejt me zjarre, përballen vit parë të frontit, të gjithë emergjencave kudo në Republikën e Shqipërisë. Dhe e fundit lidhet edhe me një akt i cili lidhet me misionin tonë letërni. Këto janë kryesisht akte që janë kaluar sot për Ministrinë e Mbrojtjes.